shoh kundërshtar në krahun tjetër. Shikoj vetëm përmirësimin e vetvetes dhe dhënien e kontributit dhe dhënien e kontributit tim te ky ekip ku un po aderoj. Pra, e thashë pak më parë, më çdo një mundësi nga Partia Socialiste dhe jam shumë i fokusuar, shumë i përqendruar, shumë aktiv për ta vlerësuar në maksimum këtë mundësi. Je bërë pishman që u largove nga Partia e Lirisë? Të vjen keq për shumë vitet e kontributit që shkuan dëm apo nuk e sheh në këtë formë? Kam shumë vite që i kam kaluar shumë mirë me shumë ish kolegë dhe ndjek kënaqësi shumë të madhe sepse shumë vite. Kam fituar një eksperiencë në vite, kam dhënë kontributin tim, nuk kam asnjë merak për vitet e mia. E vetmja gjë që kam kaluar, e vetmja gjë që dua të fokusohem tani është tek e ardhmja. Nuk më shqetëson asgjë mbi të shkuarën time. Destinacioni yt final është Partia Socialiste? Apo je i ri dhe s'mund ta thuash këtë? Unë jam pjesë e një ekipi të Partisë Socialiste në Tiranë, do vazhdoj të jap kontributin tim. Sigurisht kam hyrë vonë, po themi fushat, sepse kolegët e tjerë kanë kohë që punojnë, dhe po mundohem të kap ritmin e fushatës, do jap kontribut me 11 maj, do vazhdoj pas edhe pas 11 maj të jap kontribut për Partinë Socialiste. Po mirë, kur hyre në Partinë Socialiste, besoj ke bërë një pakt, një marrëveshje, se nuk hyre kështu. Nuk kam bërë si marrëveshje dhe këtë e ka thënë dhe kryeministri publikisht në podcastin e tij. Të vetëm gjë që kam kërkuar është që nuk dua që të më paragjykojnë mbi shkuarën time. Dua që të jem pjesë, të vazhdoj gradualisht punoj. Unë jam i vetëdijshëm që ajo parti është një parti shumë e madhe. Po mirë, nuk kërkove asgjë si vullnetar hyre ti? Kjo është shumë e sinqert, po, si vullnetar. Edhe pastaj u ndje në ndërgjegje. Që ta shpjegoj. Keq kryeministri edhe të dha një vend në listë hapur, të shpërbleu. Nuk po them që u ndje në ndërgjegje kryeministri, unë kam 19 vite që jap kontribut në politikën. Po mirë, ti ja ke bërë me di ambicien tënde që do dohet të ishe pjesë në listë. Se të hysh dhe kaq vullnetarisht, pastaj pa një lloj kalkulimi që dhe më modest, pastaj si e politikan. Po se vullnetar ti ke aq kontribut sa e ke kaluar me kohë stadin e vullnetarizmit, besoj unë. Unë politikën e kam pasion. Dhe aty më kriju mundësia për të ushtruar pasionin tim. Dhe kjo është shumë e sinqertë, shumë e vërtetë. Pastaj po të ishte çështje një marrëveshje, unë do kisha mund të isha një detyrë tjetër, po themi. Apo jo. Marrëveshje për listat e kam fjalën unë, jo. Unë jam futur në listë për dhënë kontributin tim për fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë. Ju e thashë pak më parë që unë nuk pretendoj që në atë ekip i cili ka shumë vite që organizohet, që ka kolegë që punojnë ndër vite, të hyj direkt dhe të kapë ritmin që kolegët kanë vite që japin kontribut. Unë do filloj gradualisht të jap kontributin tim dhe në bazën e kontributit tim, besoj do të vlerësohet dhe meritokracia. Pra unë kam të qartë marrëdhënien time me politikën. Unë për këtë meritokraci kam luftuar aty ku isha. Kush më njeh e di shumë mirë se sa aktiv kam qenë, sa kontribues. Po s'bën sens kjo, se nëse ata që kanë dhënë meritokraci dhe kanë operuar mbi qasjen e meritokracisë për 2 dekada, papritur tani në fund u bën ndryshe, se kjo nuk shkon. Unë nuk po them që ka jo, bën logjik shumë të pastër. Unë po them që unë vlerësoj meritokracinë dhe jam këtu mbi bazën e meritokracisë. Pra unë nuk mund të pretendoj të marr diçka nga Partia Socialiste pa dhënë un kontributin tim. Po them diçka, them pozicion politike, si mund të jenë strukturat me radhë. Unë do jap kontributin tim i cili kërkon kohë, kërkon vite, etj. Me radhë. Jam i qartë për këtë histori, është një parti e madhe, është organizuar, është një parti që ka disiplinë, është një makineri elektorale. E thashë pak më parë, unë ndjehemi vlerësuar që më ka përfshirë në ekipin e tyre të Tiranës. Dikur edhe LSI-ja ka qenë makineri elektorale. S'mund ta mohoj që LSI-ja ka qenë makineri elektorale. Dhe ju sjell në vëmendje 2013 kur ishim koalicion me Partinë Socialiste, ishte një fitore historike apo jo? Po kishit paragjykime për këtë lloj makinerie. Kishte paragjykime aso kohë për llojin e makinerisë elektorale. Kur një makineri e madhe elektorale, si Partia Socialiste, dhe një makineri u bën bashkë, treguan që në 2013 morën shumë vota, 1 milion, nuk e di se shkoi rezultati, por shumë pozitiv. Ti do doje tani që Partia e Lirisë bashkohej me Partinë Socialiste për shembull? Dhe mos të ishte bashkuar me Partinë Demokratike? Unë zgjohet bashkohem si e ndrit me Partinë Socialiste. Unë përcaktoj fatin e vetes time. Po pse mendon ti se do thyesh Hersin në listë hapur në Tiranë? Kush tha ti që do thyej Hersin? Mirë, po tani ambicia, unë këtë ambicie kuptoj. Nëse ke hyrë për faleminderit i kënaqur me pjesëmarrjen, është gjë tjetër pastaj. E thashë pak më parë, kam hyrë për të dhënë një kontribut në fitoren e Partisë Socialiste në Tiranë. Sigurisht çdo person që ngar hyj për të fituar. Je i ri, ke ambicie, ke bërë një lëvizje të fortë nga një forcë në një tjetër.
ta tregosh edhe pak veten, nëse ke hyrë për i kënaqur me pjesëmarrjen, pastaj s'po ta bëj pyetjen e tërheq. Jo, ka dy gjëra që ti kam bërë qartë në fillim. Kur kemi bisedojmë bashkë, të thash që në fillim që unë ndjem i vlerësuar që më bën pjesë të ekipit dhe tani është detyra ime të punoj për këtë ekip. Po mirë, si ke pritshmëritë për rezultatin tënd personal pra? Unë kam këtë pritshmëri që do jap kontributin tim maksimal në realizimin e pritshmërive që Partia Socialiste ka në Tiranë. Nëse realizohen ato pritshmëri, unë kam dhënë kontributin tim, pavarësisht votave personale që unë mund të marr. Unë mund të thjesht marr shumë vota. Unë marr numër të vogël votë, çfarë ka? Unë dua që në finale ky kontribut të jetë në shërbim të ekipit. Tani ti je i ri në Partinë Socialiste, po Partia Socialiste nuk është e re në qeverisje. Pse mendon se do t'i japin mandatin e 4 një partie qytetarët shqiptar? Mandati i 4 është pa precedent për sepse ka dy oferta Partia Socialiste. E para është të përmbylli një herë për gjithmonë procesin e integrimit evropian me qëllim Shqipëria të ketë ndërsim plot. Se mendon ti se e përmbyll vetëm Partia Socialiste? Dhe jo një tjetër? Sepse ka mbi 1000 përfaqësues që po punojnë për procesin integruese, i ka çuar punën përpara, është duke ndjek procedurat, është duke çuar përpara, e ka hapur derën Bashkimit Evropian, pritet vetëm finalizimi. Pra, është në rrugë e sipër. Pra i ka tejkaluar pritshmëritë. E kuptoni që thotë që të vijë një ekip tjetër, të fillojë nga fillimi, të merret përsëri, jo po gjua destabilizuar të merrat, pra kërkon futet në kaos shoqëria. Që është ky ekip, ky ekip e ka nisur rrugën dhe po përfundon. Nistojmë faturat se majme të 12 viteve afera korrupsion e problematikat qeverisje për hir të kësaj kauze. Këtu po thuan. Atë vendosin qytetarët me 11 maj. Unë po them ti personalisht. Unë po them që a ke këtë lloj qasje? Unë kam këtë qasje që duhet një mbështetje maksimale për Partinë Socialiste me qëllim që çdo shqiptar të marrë pasaportën e Bashkimit Evropian. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse nëse merret pasaporta e Bashkimit Evropian, do ketë më shumë fonde për vendin, do ketë më shumë mundësi për të rindërtimin e vendit, më shumë siguri etj me radhë. Pra, bëhemi përfundimisht pjesë e Bashkimit Evropian. Kjo mendojmë që është sfidë kryesisht nga ana tjetër, për sa i përket brenda situatës politike, ka një guxim të kryeministit Rama, por edhe të Partisë Socialiste për të sjellë një gjenerat të re politikën shqiptare. Apo jo, që ka bërë në listave. Pra, çka ka ndorë një kryetar partie dhe struktura e saj drejtuese, kryesia e partisë apo struktura vendimarrëse? Ka ndorë të përcaktojnë persona që do nesër në parlament apo jo? Çfarë themin për parlamentin? Ka nevojë për energji të reja, ka nevojë për shpresë, ka nevojë për të rinë që debatojnë për gjëra, jo për gjëra personale, por për gjëra në interes qytetarëve. Dhe kjo parti po jep një shans qytetarëve për këtë çështje. Nesër në grupin parlamentar do jenë pa frikë 60% do jenë të rinj. Që ndoshta kanë parë të parë që shkojnë ato në marrin një ulcë në parlamentin e Shqipërisë. Shikoni ç'po bën partia tjetër. Po mbyllet brenda listës së mbyllur. Pse se po do të siguroj opozitën, jo rotacionin. Pra kjo është garancia që Partia Socialiste pse duan të sigurojnë thjesht opozitën ata dhe nuk duan rotacionin. Kush nuk e do fitoren? Sepse nëse do jesh një forcë politike do punoj për rotacion. Duhet të hapi bazën e pjesëmarrjes për të marrë sa më shumë vota. Për shembull, ka shumë zëra publik që janë mbështetje të opozitës apo jo. Kto mund të ishin përfshirë nëpër lista. Me qëllim që nesër të kesh një zë në parlament, ti mund të dëgjosh një analistë shumë të mirë që ka një opinion publik, i cili mbron kauzën e opozitës, mund të përfshihet. Me qëllim ai mund të rreqë një fash vote e cila shkon për te votës që ka partia, më kupton? Dhe kjo tregon dëshirën për rotacion. Ato janë mbyllur aty për treguar që ne duam të mbrojmë rolin e qëndrimit tonë në opozitë, jo të krijojmë rotacion. Ndërsa Partia Socialiste po shkon për te kësaj. Pra ka një vizion të qartë për Bashkimin Evropian, me qëllim që Shqipëria të ketë anëtarësim plot në Bashkimin Evropian, që të marrin pasaportën europiane dhe nga ana tjetër po bën përpjekje maksimale për një gjenerat të re në klasën politike shqiptare dhe në parlament. Këtë ka ndorë një parti të bëjë, nuk ke çaj kërkon tjetër. Po në momentin që Partia Socialiste me 11 maj nuk do të konfirmohet në pushtet në mandatin e saj të 4, do vazhdoni të qëndronin në Partinë Socialiste? Para ky nuk është një opsion, mendoj unë. Pse? Po sepse qartazi konceptimi i listave tregon që Partia Socialiste është fituese. Çështja sa do fitoj. Ta thashë pak më parë.
Sa do fitojë sipas teje? Unë nuk jam këtu për të thënë numër, po duhet një mbështetje, kërkojmë një mbështetje maksimale nga qytetarët për të realizuar përçmëritë europiane. Se sa do marrim është çështje e vendos qytetarët. Po e thash, krau tjetër po luan mbyllur për të ruajtur rolin e opozitës. Nuk po luan për rotacion, sepse mund të ketë figura të mirë brenda atij ekipi, nuk merrem me emra. Kurse Partia Socialiste ka vizionin europian dhe po sjell një gjenerat të re. Shikoni se si ka luajtur, pra se si janë vendosur në listën e mbyllur, ka shumë të rinj në listën e mbyllur. Të cilët do jenë në parlamentin, sigurt do në parlament. Pra tim ju në parlament do shikoni shumë të rinj, të cilët do japin mesazhe të tyre, do mbrojnë interesat e qytetarëve, do keni një filozofi tjetër të vepruar. Ne të gjithë kërkojmë përfshirjen e të rive në politik. Të gjithë kërkojmë që të duhen sa më shumë të ri për të sjellë një shpresë për vendin. Kjo është mundësia që të jep Partia Socialiste në këtë moment.